Të nderuar shikues, mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me turizëm. Me ardhin e pranverës kanë mbërritur edhe pushuesit e parë me kampera në Vlorë. Turistë nga Hollanda, Zvicra dhe Gjermania kanë zgjedhur Vlorën dhe Shqipërinë për të kaluar disa ditë pushimi. Ndërsa thonë se kanë gjendur një vend që ju pëlqen shumë, duke nisur nga bukuritë natyrore dhe deri tek mikpritja. Me ardhjen e pranverës dhe rritjen e temperaturave kanë nisur të mbërrinë po ashtu edhe pushuesit e parë me kamper në Vlorë. Turistë nga Holanda, Zvicra e Gjermania kanë zgjedhur Vlorën dhe Shqipërinë për të kaluar disa ditë pushimi. Sipas tyre, udhëtimi me kamper u jep mundësinë të shijojnë dhe eksplorojnë natyrën, por edhe të vizitojnë disa vende njëkohësisht gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri. Turistët shprehen se kanë gjetur një vend sa u pëlqen shumë, duke nisur nga bukuritë natyrore e deri tek mikpritja. Pjesa më e madhe tyre janë për herë të parë në Vlorë e në vendin tonë po ashtu, ndërsa pranojnë se do të rikthehen sërish. From the Netherlands. Jam nga Holanda, jemi gati prej një jave në Shqipëri dhe në Vlorë, ndërsa më pas do të udhtojmë drejt Kosovës dhe më pas Malit të Zi. Në fakt udhtosh me kamper dhe të pushosh në këtë mënyrë është fantastike, pasi ke mundësinë të shijosh natyrën dhe disa vende njëkohësisht. Është hera e parë që vin në vendin tuaj, ndërsa dija diçka nga foto dhe videot që kam parë, por edhe nga miqtë e mi, të cilët e kanë vizituar më parë vendin tuaj. Më pëlqen të them të drejtën dhe kam mbetur I kënaqur. There's nice skies and good weather. It's very nice. From the Netherlands. This was my husband, yeah. Jam nga Holanda dhe jam këtu me bashkëshortin tim. Edhe për mua është hera e parë dhe kam mbetur I surprizuar nga ajo çfarë po shoh këtu. Kemi vizituar disa vende dhe po më pëlqen. Është një vend që I ka të gjitha, plazhet e bukur, malin dhe pyllin ku ne po qëndrojmë. The spaces are really beautiful because everything is so close to everything. Switzerland. Yes. And you are for the first time in Albania? Unë jam nga Zvicra, kemi zgjedhur Vlorën këto ditë dhe udhëtojmë me kamper. Kam parë disa video nga vendi juaj dhe tani jemi këtu ta vizitojmë nga afër. Kemi gati 5 ditë dhe kemi vizituar edhe Ksamilin. Jemi në Vlorë dhe do të shkojmë dhe në Durrës. Më pëlqen si vend. Plazhi ishte shumë I bukur dhe këto ditë edhe moti ka qenë shumë I mirë. Yeah, we'll see. But you like it here? It's very beautiful. The beaches and the people are very friendly. We like it. From Switzerland. Switzerland. Yeah. And for you, it's the first time here? Yes. Edhe unë jam nga Zvicra, po vi për herë të parë këtu dhe po më pëlqen shumë. Është një vend që të ofron shumë gjëra njëkohësisht. Det, mal, pyll dhe padyshim që do të rikthehem përsëri. I like the beach, the beaches, the weather and the beautiful mountains, the landscape. And maybe you'll come back? Yeah, maybe. We'll see. From Munich, Germany. Germany? Yeah. And how many days are here in Albania? In Albania, we're maybe 5-6 days. Unë jam nga Munich, në Gjermani. Në fakt kam ardhur këtu para 5 vitesh dhe tani po shijoj këtë vend. Ne udhtojmë me kamper edhe sepse mund të shijojmë natyrën, ndërsa mund të udhtojmë edhe në rrugë të ngushta, si edhe më pëlqen mua. Vlora është shumë e bukur, unë do të vlerësoja mikpritjen. The country is very nice. I don't know, all is friendly, or it's perfect. I'm from Germany, Munich. We are here on a trip. Unë jam nga Gjermania, pse kemi zgjedhur Shqipërinë dhe Vlorën, sepse klima dhe natyra është fantastike. Më pëlqen të udhëtoj dhe të eksploroj dhe këtu ka vende shumë të bukura. Deri më tani jam shumë e kënaqur. We go the mountain streets. It was very funny. The most curvy street. We like it. Turistët me kamper kanë ardhur në rritje gjatë viteve të fundit. Vlora mbetet padyshim një nga destinacionet kryesore të tyre, një vend që sipas turistëve ofron një klimë shumë të mirë dhe një ndërthurje ideale mes detit të malit, një destinacion që duhet patjetër të vizitohet. Me ngrohjen e motit, 10 vizitorë vendase të huaj ju bashkuan vlonjatëve për të shijuar rrezet e diellit, aromën e detit. Kryeministri Edi Rama publikoi pamje nga Vlora të së dielës së Pashkëve, ku qytetarët janë gëzuar një dite me mot të hareshëm.
Me ngrohjen e motit 10 vizitorë vendas dhe të huaj janë bashkuar vlonjatëve për të shijuar rrezet e diellit dhe aromën e detit, ndërsa fëmijët kanë hequr këpucët e dimrit për të luajtur në rërën e plazhit. Kryeministri Edi Rama ka publikuar pamje nga Vlora të dielën e Pashkës ku qytetarët janë gëzuar një dite me mot të harreshëm. Lungomare dhe deti përballë u mbushur me njerëz ndërsa rrezet e diellit nisin të bëjnë gati qytetin për sezonin turistik, për të cilin pritshmëritë janë të larta, duke u nisur dhe nga investimet, por dhe shifrat e muajve të parë të vitit. Me një kalendar të ngjeshur aktivitetesh sportive por dhe artistike, Vlora mirëpret turistët vendas dhe të huaj si destinacion i cili ofron përtej turizmit detar. E shtrirë për gjatë kryqëzimit të detit Adriatik dhe detit Jon, Vlora ofron jo vetëm mundësi për turizëm detar, por dhe për turizëm malor dhe atë të aventurës. Pashtu pjesë e ofertës turistike janë muzet, kulinaria, tradita e ruajtur dhe promovuar me mjaft kujdes. Mungesa e investimeve për rehabilitimin e kanaleve kulluese ka shkaktuar ndër vite problematika, deri në përmbytje ku më të dëmtuarat ka qenë lagjet periferike. Por jo vetëm, kanali kullues në lagjen Hajro Çakëri është kthyer në një burim ndotjeje dhe infeksioni për zodhënën. Për shkak të bllokimit të kanalit kullues, 10 familje në zonën e ish fabrikës së Çimentos u përmbytën. Banorët tregojnë se kanali që vjen nga pjesa kodrinore përshkon mes përmes lagjen Hajro Çakëri, ku mungesa e një projekti për rehabilitimin e tij ka bërë që uji të përfundojë në banesa si dhe në borret e shtëpive. Fajtorët për këtë situatë, banorët thonë se është pushteti që sipas tyre nuk jep zgjidhje kësaj problematike, duke bërë që shtëpitë e tyre të dëmtohen nga lagështira, por edhe nga përmbytja. Sipas banorëve kanë nisur edhe konfliktet mes njëri tjetrit, pasi njëri prej komshive e ka bllokuar kanalin në Grykderdhin e tij, duke rënduar edhe më tej situatën. Banorët kërkojnë ndërhyrjen e shtetit për të investuar, pasi thonë se kjo situatë mund të përshkallëzohet edhe më tej në konflikte fizike. Vjen në një moçalishte këtu. Është me kanal, ka qenë që në kohët e Enverit, që shpëtoheshin objektet e fabrikës Çimentos dhe dalin në fund tek shtëpia e fundit. Atëre, personi na mbyll kanalin, edhe gjendja është kjo që më përmbytet shtëpia. Kemi shkuar, është përsëritur disa herë, kemi shkuar në kemi shkuar në bashki, kemi shkuar te policia bashkiake, kemi shkuar në polici. Vijnë këtu, konstatojnë gjendjen edhe ikin, nuk marrin asnjë mas. Kemi shkuar tek ujësjellës kanalizimet, absolutisht asnjë gjë. Edhe na thon policia që kur të ketë ashtu, kur të ketë konflikt do ju vijmë ne. Me fjalë duhet të vritemi neve me personin që të ndodhi kjo gjë. Kjo situatë po ju dëmton shtëpinë. Shumë. Sepse futet ujit në themel dhe nuk e dihet fundi se si mund të vijë. Infeksionet pa pastërtit nga ana tjetër prin saj. Të gjitha komplet. Po gjendje lagjes, si është sot? E ish fabrikës së njohur të Çimentos. Si mund ma përshkruar gjendjen e komplet lagjes? Shumë keq. Shumë keq që ju e pat rrugën. Domethënë, unë po mush gati 30 vjet, për 29 vjet, një herë që të vi punojnë si bashkisë atje tek ai kanali, nuk e ka dhënë Zoti. Këtu lart është kanali i ujrave të larta që vjen që nga Kodra e Madhe Andea, dhe një herë të vetme që të vi punëtora qysh tek, e kemi mirëmbajtur vetë me forcat tona. Ke shpresë do investohet në vijim? Jo, asnjë shpresë. Po lagja zona ka parë një investim ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Unë jam banor i kësaj lagje. Jemi 3 familje që rrezikojmë gjithë njëna përmbytjet. Ne kemi dhe një gjitonin ton këtu, ai gjërat i mirë personale. Në fakt nuk janë personale këto gjëra. Nuk funksionon shteti. Ai një farë të drejtë e ka, sepse ujrat e zeza, firma që bëri kanalizimet e ujrave të zeza, ai i futi në ujrat e bardha dhe i la ashtu lart, edhe janë problem, nuk janë vetëm problem për ata, por janë probleme edhe për neve. Këto ujrat e zeza. Nuk kemi lënë vend dhe institucione pa vajtur. Sidomos e ujësjellës kanalizimet, që kemi vajtur kush e di sa herë, kemi 3 vjet që luftojmë për këtë gjë, edhe nuk kemi gjetur zgjidhje. Dhe që në fillim edhe na dëgjonin dhe vinin këtu dhe nuk merrin asnjë lloj mase, që do me thënë që dora e shtetit këtu pastaj sa vjen e zbehet, edhe japëm të drejtë palishmërisë. Unë nuk dua që të citoj një vendim të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë,
që kjo është vepër penale. Nuk e kam personalisht me këtë zotrin që kam mbyllu kanalin, se ky e merr personale, nuk e kam personale me të. Unë e kam me shtetin tim. E kupton? Me shtetin tim, që nuk ekziston. Çfarë Problematika është kjo. Ky kanal është kanal kullues. Juve do ta shikoni, do vazhdojmë bashk, që ta shikojmë nga vjen ky ujë, sepse këtu vinë dhe nuk e shikojnë gjendjen si është. Ky kanal vjen nga ujërat se ky është përgjithsisht ky është vend moçalisht. Edhe uji vjen, domethënë nga baçat që vjen anë lart e ujërat e shiut e tjera, edhe grumbullohet i gjithë, nuk bëhet fjalë për ujërat e zeza. Se po të jenë ujërat e zeza nuk kanë një volum të madh. Volumi kjo kurrën e kurrës. Unë nuk e di do ta transmetosh nëse nuk ashtu, unë i kam bër kryeministrit të Republikës së Shqipërisë, i kam bër mesazh. I kam bër sot, mbrëm në darkë vonë i kam marrë, sepse niveli i ujit po ngrihet po përmbys të shtëpit. Nuk më është përgjigjur, nuk e di pse, ai mund të jetë edhe ditë pushimi dhe mund të më përgjigjet nesër dhe këtë nuk e di saktësisht. I kam bër të gjitha institucionet, i kam bër mediave, edhe do shikojmë domethënë që të zgjidhet, nuk e di çfarë zgjidhje mund të jepet, por kjo zgjidhje nuk ka. Unë të betohem nëse ashtu, të betohem që unë jam bërë gati edhe këtij zotëris i thash, këtij gjitoni tim këtu i thash, që unë do marr pashka dhe do ik. Nuk ka sepse se unë po të shikosh këtë, unë jam mbytur 10 herë këtu. 10 herë kemi 3 vjet, mbetemi këtu 10 herë. Ka këta frigoriferët, sobat e gjitha që janë të gjitha të prishura nga ato përmbytje. Shteti s'funksionon. Unë marr kryetarin e bashkisë tani, s'ma ngri kryetari e bashkisë me atë telefonin. Se ta thonë që ore, shumë niveli i lartë kryetari i bashkisë. Po dakord, po funksionon poshtë moj zonjë. Çfarë të them unë? Unë ne vemi votojmë, vemi interesohemi, i japëm besimin, ky besim humbet. Çfarë të them unë? Mungesa e investimeve për rehabilitimin e kanaleve kulluese ka shkaktuar ndër vite problematika të shumta, duke bërë që një qytet të kemi përmbytje, ku më të dëmtuara kanë qenë lagjet periferike. Krahas përmbytjeve, kanali kullues në lagjen Haj Roçakëri është kthyer dhe në një burim dotje dhe infeksioni për zonën. Më pak se 3 kilometra rrugë shkatruar po mban peng njësinë administrative Llakatund. Sipas banorëve të zonës, rruga që të çon në drejtim të qendrës së kësaj njësie, që lidh 9 fshatra përreth, prej më shumë se 15 vitesh, është në mes të gropave të shumta dhe pellgjeve me ujë. Më pak se 3 kilometra rrugë shkatruar po mbajnë peng njësinë administrative të Llakatundit. Rruga e cila të çon në drejtim të qendrës së njësisë administrative Llakatund, por edhe më pas lidh 9 fshatra përreth prej më tepër se 15 vitesh, siç tregojnë banorët e zonës, është mes gropave të shumta dhe pellgjeve me ujë. Banorët tregojnë se prej 2009-s dhe deri tani, kjo rrugë nuk ka parë asnjë investim të vetëm, pavarësisht se është tepër e rëndësishme për zonat përreth. Sot rruga është kthyer në gangren, veçanërisht prej drejtuesve të automjeteve, të cilët thonë se për shkak të kësaj rruge makinat e tyre përfundojnë çdo muaj në servis. Si është gjendja e rrugës Llakatundit sot që flasim? Është amortizuar të keqen bëjtë, fare. Sa vite ka në këtë gjendje? Për mua, fajre kanë do makinat e rëna, transporti madh. Kalojnë shpesh? Po, rruga jone ka 16 tona dhe janë 20 tonë, 50 tonë e peshën fare. Kjo është sekreti më. Është domosdoshme për ju që të rehabilitohet? Po, tani unë jam që moshe madhe, pa rrugë, pa ujë, pa drita, nuk ka zhvillim. Kjo është fjala që mund të them unë për. Ka shumë vite në këtë gjendje? Po këto po të fundit njerëz me të shiun që ra to një muaj gjysmë. Është bërë më keq. Është bërë keq fare. Jeni ankuar, keni bërë ndonjë kërkesë, ndonjë ankesë? S'dihet njëri fare këtu. Pse? Po se di. Kanë frikë apo kanë humbur shpresë? Po, dhe shpresa ka humbur, rini s'ka më, moshe madhe ka ngelur. Të bën kjo rrugë që ta çosh makinën shpesh në servis, të dëmtohet? Shirë jo, ku do e makina pos, me to trondje që ka me to gropa, me to probleme që hasë në rrugë. Beson se duhet të rehabilituar, se do të rehabilitohet timësi? Po tani me zgjedhjen e kryetarit të Sërret Bashkisë, ma se bënojnë çka. Rrugës së Llakatundit sot. Po gjendja e rrugës Llakatundit jo shikoni vetë, s'është nevojë them unë. Kjo rrugë është bërë që në 2009, ka 16 vjetë dhe ka nevojë për rekonstruksion. Gjë që nuk e di pjesë e kujt është, ARSH-sa, e bashkisa. Po në 2009 ishte asfalt? 2009 u bë ushtru asfalt. Dërsa sot është pushtuar nga gropat. Po sot ja shikoni vetë gropa, ne vullnetarisht me një shok vum në një lek i paguam naftën që mbushi që ka ato gropat. Se nuk kaloj. Nuk kaloj është aty. Gjatë ditëve me resh që shiu situata... Nuk kalon dot, ju shiko.
Të ishit kur ishte sezoni shiut, ishte shumë e vështirë për të kaluar. Dilena ka pe makina poshtë. Disa thonë dhe që është projektuar, po nuk është zbatuar projekt. Tani llafe ka plot, ne kemi dëgjojmë shumë llafe që jo do bëhet, jo kur u bë kjo pjesa, ky segmenti i Bunavis, u tha që do bëhet edhe kjo, nga këtu deri në Llakatun. Ama është premtuar. Po tani llafe, po sa e vërtetë është nuk e di, vajtën vitën. Do bëhet një ditë? Vallai nuk besoj. Nuk besoj që do bëhet. Zona ka banor. Shiko, po ka banor sepse është një nga zonat më të populluara. Një nga zonat që ka aktivitet. Po edhe braktisur. Në bujqësie, në blegtorie, me transporte, me kështu dhe nuk e kanë lënë si pas dore. Edhe braktisur vitet e fundit. Po tani braktisur si të gjitha zonat, po aktualisht është nga zonat që ka më tepër lëvizje. Të bën kjo rrugë ta çosh makinën shpesh në servis? Po patjetër ne këtë punë bëjmë. Në ty prish gomina, prish amortizator, ty balestra. Turpi botës shikoj vetë gjendjen se si funksionon këtu. Vajti ka i ko da bëjmë sot dhe da bëjmë matë dhe përfundimisht situata është kjo që shikoni. Sa kilometra rrugë është që është amortizuar? është rreth 3 kilometra, do me dhe që na bushajt. Po, që? 3 kilometra rrugësh. Disa fshatra në mos gaboj, 9 fshatra thënë banorët. 9 fshatra, është e vërtet. 3 kilometra për 3 kilometra rrugë bëhet fjalë tu, asgjë tjetër. Dhe 9 fshatrat penalizuar. Penalizuar vetëm për këtë situatë këtu që shikoni. Është e vërtet që ne kemi kaq kohë da bëjmë sot, da bëjmë nesër si përfundimisht asnjëri. Këtu vim vetëm sa të marrim vota dhe asgjë tjetër. Jeni ankuar? Ore, ne kemi ngritur zërin, po ka vajt vetë shurë dhe kur i thonë. Asnjë reagim. Asnjë reagim. Ku i ke? Asnjëri s'vjen. Duhet përmirësuar është. Po patjetër, si normale që duhet përmirësuar. Besoja u shkatron automjetin kjo rrugë. Po shumë normale. Ja ditë me reshe shiu më keq s'ka ku të vejtë. Ora, këtu ishte skalonte do tanku ku ti thosh. Ke shpresë do përmirësohet zotëri? Për veten time unë jam mosbesues, sepse vajti ka i kohë, po t'ishte për të bërë do ishte bërë kjo. Por as pak më të lehtë nuk e kanë as ata të cilët e përshkruajnë këtë segment në këmbë. Banorët e përshkruajnë situatën që gjendet sot kjo rrugë si më të keqen e mundshme. Ata thonë se ankesat dhe kërkesat e tyre ndër vite nuk janë marrë parasysh. Banorët shpresojnë se një ditë ky segment do të rehabilitohet dhe fjala e tyre do të dëgjohet nga pushteti. Shikojeni, bëni një xhiro dhe e kuptoni vetë. Është e përshtatshme për zonën, është Është shumë keq është. Disa banorë të tjerë thonë që kanë edhe çakët, po ka qenë edhe më keq më përpara. Ne themi si duhet jetë. Si duhet jetë, ma përshkruaj, duhet jetë me asfalt, si duhet jetë? Duhet jetë, ja, shikoj këtë rrugën që është bërë. Para 3 muaje. Po, ashtu të vazhdoj. Të vazhdoj. Ju kanë premtuar se do ta bëjnë, se thonë që është tenderuar, është projektuar. Nuk dim gjë. Jeni ankuar ju si banor? Në vit përgjithshme, të gjithë këto, sidomos këta që punojnë me mjete, janë ankuar. Po, sërish nuk. Asgjë s'është bërë. Janë 9 fshatra, apo jo? Po, pra. Kanë shumë banor? Nashi, se mos i di unë, nashi se sa ka ngelur. Po pse neglizhohet kjo situatë? Pse neglizhohen banorët? Pse nuk dëgjohen me faktë? Po çfarë të them unë? Ke shpresë do përmirësohet? Po. Me shpresë për e gënjejmë këtë jetë. Llakatundi është pjesë e një prej njësive administrative kryesore të qytetit. Njësisë Shushic, ku në këtë njësi përfshirë qendrën dhe fshatrat si Çeprat, Peshisht, Drithas e të tjerë, në të cilat jetojnë me 10 familje që përballen çdo ditë me rrugën e shkatëruar. Me ndryshimin e temperaturave, pranvera po shoqërohet me një shtim të ndjeshëm të rasteve të virozave të stinës. Infekcionistët konstatojnë një qarkullim të lartë virusesh me dominim më të lartë nga gripi i tipit A, simptomat e së cilit janë temperatura e lartë dhe deri te dhimbjet e forta të muskujve. Me ndryshimin e temperaturave, pranvera po shoqërohet me një shtim të ndjeshëm të rasteve me virozat e stinës. Infekcionistët kanë konstatuar një qarkullim të lartë virusesh, me dominimin më të lartë nga gripi i tipit A. Simptomat janë të shumta, që nga temperatura e lartë deri tek dhimbjet e forta të muskujve. Sipas mjekëve infekcionist, në këtë periudhë viroza kryesore është gripi A.
janë infeksionet e rrugëve të sipërmet të frymarrjes, rinitet, po ashtu vazhdojmë të kemi COVID-19 e shumë viroza të tjera që janë më të lehta sipas tyre. Më i rëndi aktualisht është gripi A që mund të jetë me një temperaturë të lartë deri në 39 gradë Celsius. Mjekët infeksionistë e shohin shqetësues shtimin e komplikacioneve në krahasim me sezonet e kaluara, sipas të cilëve ndërlikimet i kanë më të shpeshta se viruset e tjera krahasuar me vitet e tjera. Mund të themi që ka pasur dhe pneumoni dhe temperaturë në më shumë raste se sa herët e tjera, thon mjekët infeksionistë. Thirrja e tyre për pacientët është që të mos e neglizhojnë gripin, por nëse temperatura e lartë vijon prej 3 ditësh, të kërkohet ndihmë mjekësore. Sipas infeksionistëve, duhet të drejtohen te mjeku në rastin që temperatura nuk ulet, kur është mbi 39, kur dhimbja e kokës është shumë e fuqishme, dhe në rastin që zgjat mbi 3 deri në 5 ditë. Kushtet shtëpie rekomandohen vetëm një paracetamol në qoftë se temperatura është mbi 38 gradë, ndërkohë që duhet të pinë lëngje shumë, të hapin dritaren, të ajrosin vendin dhe të bëjnë pushim. Sipas infeksionistëve, grupet më të rrezikuara sipas bluzave të bardha mbeten fëmijët dhe të moshuarit, për të cilët kërkohet kujdes i shtuar. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se lufta në Iran po shkakton pasoja të rënda dhe për mjedisin dhe klimën, sepse përmes sulmeve ndaj infrastrukturës së naftës çlirohen dhe substanca shumë toksike. Organizata e Kombeve të Bashkuara paralajmëron se lufta në Iran po shkakton pasoja të rënda edhe për mjedisin dhe klimën, pasi përmes sulmeve ndaj infrastrukturës së naftës çlirohen substanca shumë toksike. Në tokë kanë deputuar lëndë djegëse fosile, metale të rënda dhe substanca që janë shumë rezistente ndaj ujit dhe nxehtësisë, ndërsa zjarret kanë çliruar ndotës si dioksinat dhe furanet. Gjithashtu janë regjistruar edhe emetime të mëdha gazrash që shkaktojnë efektin serë, dëme ndaj sistemit të furnizimit me ujë të pishëm, si dhe përkeqësimi krizës së ujit në Iran. Sipas ekspertëve, zjarret ndaj cisternave të naftës në rajon përbëjnë rrezik në rritje edhe për peshqit dhe gjallësetare. Megjithatë mungojnë ende shumë të dhëna ndaj edhe një vlerësim i plot i rreziqeve të mundshme për ekosistemet, tokën, ujin, ajrin dhe ushqimin nuk është ende i mundur. Si pasoja të tërthorta konsiderohet edhe përdorimi i shtuar i qymyrit në vend të gazit në vendet që importojnë gaz, si edhe në të ardhmen nga emetimet e larta të dioksidit të karbonit për rindërtimin e infrastrukturës së shkatëruar nga lufta. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme na ndiqni në faqen tonë zyrtare si dhe në rrjetet tona sociale. Bashkë mirë takofshim.